Mua më duhet pasaporta europiane me standardet këtu. Unë duhet integrohet njëherë në Shqipëri, në vendin tim, me pensione normale, me rroga mesatare, me rrogat që t'jenë të një niveli, me një sistem shëndetësor që t'i shërbej shëndetit publik, me një sistem arsimor që t'përgatisin, të kualifikoj njerëz të aftë, atëherë unë jam gati për Europën. Po më tundaj pasaportin me këto standarde, me një kriminalitet të tillë, kur grupet kriminale sot komandojnë qeverinë, kur grupet kriminale sot janë pjesë e parlamentit, po cilën Europë? Janë në fushat? Për cilën Europë? Po patjetër, po patjetër që do jenë. Po patjetër. Janë? Sepse jep zemër, janë qeveria. Janë prezente kjo? Patjetër që janë prezent. Janë kudo në Shqipëri, e din. Jo, në Lezhë, se ka qenë specifike në zgjedhjet e fundit. Me që ndryshon pak nga Tirana. Shiko, grupet kriminale, e dini kush janë? Janë ata të cilët janë pasuruar, kanë krijuar para dhe tani paguajnë. Të mbështetur nga qeveria në fushat sot? Po, fushata janë biznesmen sot. Grupet kriminale besoj në të gjithë Shqipërinë shikohen 10 ditët e fundit. Dhe unë jam i bindur që tani filloj në Gjallëror, në Shkodër, në Elbasan, në Berat, në Durrës, edhe në Lezhë, po patjetër. Sepse nëse parat e korrupsionit, parat e incineratorëve, parat e oligarkëve, pagat këto mungesa këtyre takë, po patjetër, mungesa këto 3.2 miliard, që nuk kanë hyrë në buxhetin e shtetit, por kanë hyrë në xhepat e këtyre oligarkëve, këtyre grupeve kriminale, ku do t'hidhen? Pikërisht për të fituar zgjedhje. Si do e menaxhoni këtë pjesë të fushatës? Kur ajo të jetë fakt në terren, në këto 2 javë në cilat ne kemi hyrë? Kemi një strategji? Spari, po patjetër që kemi strategji. A ka grupet të mbrojtjes votës këto zgjedhje? Edhe a do ishin të domosdoshme nëse s'janë? Grupet e mbrojtjes votës nuk janë grupe sepse të ngrejmë grupe kriminale, një lloj si grupet e tjera kriminale, ne s'kemi bërë asgjë për Shqipërinë. Ne do të monitorojmë çdo gjë, çdo blerje votet kudo në Shqipëri, edhe në Lezhë. Po patjetër se atë të gjitha parat atje kanë për të shkuar. Sepse ata duan pushtetin pikërisht për të mbrojtur veten e tyre për të mos përfunduar në burgje. Mendoni që do ta keni spakun aleat në këtë? Në qoftë se spaku do të jetë aleati shqiptarëve, duhet ta bëj patjetër. Nuk është aleati opozites. Ju do të denonconi patjetër çdo gjë me ekipin e oficerëve të byros kombëtare të hetimit edhe me prokurorin Oldada, i cili po vëzhgon në terren për të shmangur për shkak të ato sinjaleve që ka pasur Elbasani dhe media. Sot anëtarët e spakut dhe të byrosave kombëtare të hetimit janë prezent në të gjithë Shqipërinë, por jo vetëm. E kuptoj. Në Lezhë janë? Po patjetër që janë edhe në Lezhë. Ilda, një përgjigje për integrimin, e dua edhe nga e temi një përgjigje për integrimin dhe më pas të bëj dhe Arditi pyetjen që kishte. Tani, në Europë që të shkosh, se ne nuk të shkojmë si mysafir, që trokasim, ne të shkojmë si vënd antarë. Dhe çfarë na duhen ne për të shkuar në Bashkimin Evropian? E para na duhen njerëzit që po na ikin dhe si kemi, po na duhen njerëz të aftë, edhe këta vetëm po ikin, dhe si kemi më. Po na duhen institucione. Pa më thonë një institucion sot shqiptar që mban era institucion. S'ka, nuk ke më. Mos flasim për çdo aspekt i preku dhe Viktor Shpar. Flasim për arsimin ne. Flasim për shëndetësinë. Ilda, që të mos bjerë në nevojë të quash këto, jo, nuk janë përsëritje. Dua të shfrytëzoj mirë kohën. A ka nevojë, po prit ta mbaroj para tani ti le të gjithë të flasin siç e mendoni, kjo është munduar t'ju lë të gjithëve që të flisni, po ne duam një përgjigje konkrete. Dhe pyetja e Denisit ishte, ç'do të bëni ju me procesin e tyre? Po shpjegoj. Çfarë do thotë? Cili është procesi, Jonida? Ata presin 2027-ën që të vi momenti se ka ardhur koha. Unë po shpjegoj të tilla janë rrethana. Veta që bëjnë negociata me palën bre. Cili është po lëri këto se a nuk ekzistojnë ta? Okej, po gënjen Rama pastaj se di. Ai ka thënë 1000 veta punojnë natë ditë. Po ku punojnë natë? A kemi hapur negociata me zhurmë? Se këto i dini ju. Ai kemi hapur negociata. Janë 6 grupe negociata që janë hapur. A mund të ta shpjegoj pak? Po, shpjegoje. Atëherë, edhe një herë po të them, pse po përmend shkollat? Pse po përmend spitalet? Pse po përmend institucionet? Kto janë ato që do të bëhen në nivel europian. Nuk do të shkojnë këta teknikët që do marrin një thes magjik me vete dhe do bëjnë ndonjë negociat atje. Nuk ka negociata me Bashkimin Evropian. Ato quhen të tilla. Por ti do shkosh dhe do thuash. Janë një minutë. Edhe ti do shkosh dhe thuash, parlamenti
Qa kemi diskutuar ne? E kemi pas të kriminalizuar parlamentin. Ti aty do të thuash që ne kemi disa ligje të mira që do t'i kthejmë, do t'i bëjmë nga jo europiane, do t'i bëjmë si pas standardit europian. Këto do diskutohen aty. Hilda, me gjithatë, ti në nuk ke fushat, institucion në këto parlamenti 2 javë, deri dje, se ke pas të kriminalizuar. Mos t'i marrim me rast se jemi edhe 7 minutat e Që nuk bën fundit. në zgjedhje. Do diskutosh narkoshtetin, këta teknicien, ata do duhet të shkojnë dhe të japin shpjegime. Ra narrativa e fushatës së tyre. Me nivelin e krimit dhe të drogës në Shqipëri. Juve keni premtim për një datë në BE, apo nuk jo është thua fare në shpjegoj. diskutim i ashëmës për balë qytetarve? Kjo është ai spinimi, ta kuptoj. përdredhësh tezën. Se e thot Edi Rama, që përmend një datë 2030 nuk është asgjë. Dhe po ja thoni këtë, një partije që ka vendosur shtyllat kryesore të procesit të antarësimit në BE të Shqipërisë, që nga fillimi dhe deri ku ka arritur. Nëse një qytetar të thotë ti do më fusësh në BE? Patjetër, do më fusësh në BE? Dhe unë po them këtë gjë, që në Bashkimin Evropian, Shqipëria do të shkojë kur të bëhet e aftë të ketë institucione, Ju keni një afat për këtë, nëse bëni forcë qeverisëse? Të cilët punojnë në këto institucione që t'jenë jo vetëm të aftë, po që punojnë në këto institucione... Sa vjet do t'i duheshin Partisë Demokratike nëse merr pushtetin në 11 maj që ta realizoj këtë?